Për njerëzit e zgjuar, atë që ata dinë është mësim i mjaftueshëm për ta. Kjo thonje me ndikime Imam Aliut thekson rëndësinë e dijes dhe të kuptuarit për ata që posedojnë intelekt. Kurani na ofron vargje të shumta që mbështesin thelbin e kësaj thënie. Allahu në surën Ankebut, ajeti 43, thot: "Dhe këto shembuj ne u paraqisim njerëzve, por askush nuk do t'i kuptojë përveç dietarëve." Ky ajet thekson se të kuptuarit dhe kuptimi i vërtet mund të arrihet vetëm nga ata që posedojnë njohuri. Është nëpërmjet njohurisë që dikush mund të nxjerrë mësime të vlefshme dhe t'i zbatojë ato në jetën e tij. Për më tepër, në surën Zumer, ajeti 9, Allahu thot: "A janë ata që dinë të barabartë me ata që nuk dinë?" Ky ajet thekson dallimin midis atyre që zotërojnë dituri dhe atyre që nuk e kanë. Njerëzit e inteligjencës, të vetëdijshëm dhe të ditur, kanë një status më të lartë dhe janë më të aftë për t'i kuptuar mësimet që u jepen. Tani, le të reflektojmë mbi mesazhin e bukur të përcjell nga Imam Aliu në këtë thënie. Ai thekson se për ata që zotërojnë intelekt dhe kuptim, dituria që kanë fituar është e mjaftueshme për t'i udhëhequr ata. Këta individ nuk kanë nevojë për kujtesa të vazhdueshme ose mësime shtesë, pasi ata janë të aftë të nxjerrin njohuri të vlefshme nga dituria që tashmë posedojnë. Imam Aliu inkurajon muslimanët të angazhohen në mënyrë aktive me diturinë që kanë fituar dhe të reflektojnë mbi të. Duke vepruar kështu, ata mund të nxjerrin mësime praktike dhe t'i zbatojnë ato në jetët e tyre të përditshme. Kjo thënie shërben si një kujtesë për muslimanët që të kërkojnë vazhdimisht dituri dhe të përpiqen për një kuptim më të thellë, pasi nëpërmjet diturisë mund të arrihet urtësia dhe udhëzimi. Pasojat e ndjekjes së këtij hadithi janë të thella. Muslimanët që posedojnë inteligjencë dhe mirëkuptim do të jenë në gjendje të lundrojnë nëpër kompleksitetet e jetës me qartësi dhe urtësi. Ata do të jenë në gjendje të marrin vendime të informuara, të shmangin ngrackat dhe të kërkojnë udhëzime nga njohuritë që kanë fituar. Kjo thonje gjithashtu thekson rëndësinë e të mësuarit të vazhdueshëm dhe vetë reflektimit, pasi është përmes këtyre proceseve që dikush mund të thellojë të kuptuarit e tij dhe të nxjerrë mësime të vlefshme nga njohuritë që posedon. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë e njohurisë dhe të mirëkuptimit për ata që posedojnë intelekt. Ai inkurajon muslimanët të angazhohen në mënyrë aktive me njohuritë që kanë fituar, të reflektojnë mbi to dhe të nxjerrin mësime të vlefshme. Duke vepruar kështu, ata mund të lundrojnë nëpër jetë me urtësi dhe udhëzim. Allahu na dhënë të mundësinë të kërkojmë njohuri, ta kuptojmë atë dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë.